Ruajtja e votës në 11 maj duhet jetë prioriteti të gjitha organeve ligjzbatuese. Kjo deklaratë u bë nga kreu I OSBE në Tiranë, Michel Tarran. Ai u referua raporteve të dy zgjedhjeve të fundit, parlamentaret e 2021-shit dhe vendoret e 2023-shit, ku përparimi ishte I dukshëm, por mbeten ende problematika që kërkojnë zgjidhje. Krimi zgjedhor, në veçanti shitblerja e votës, keq përdorimi I burimeve të administratës dhe frikësimi I votuesve vazhdojnë të jenë çështje shqetësuese. Votuesit duhet të informohen në mënyrë sistematike për mekanizmat përkatës lidhur me raportimin e shkelëve përfshirë mbrojtjen e sinjalizuesve dhe garancitë kundër hakmarrjes. Për kreun e prokurorisë së përgjithshme Olsian Çela, bashkëpunimi ndërinstitucional ka nisur dhe pritet të jetë I frytshëm. Kemi vendosur që pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të ketë përfaqësues të prokurorisë së përgjithshme, një prokuror dhe një oficer I policisë gjyqësore, gjithashtu të tillë do të ketë edhe nga prokuroria e posaçme, të përcillen siç duhet në prokuroritë kompetente. Ka nevojë për një qasje proaktive, jo për një qasje pasive. Çka duhet shoqërohet me hetime të shpejta, hetime intensive. Në tryez morën pjesë edhe zëvendës drejtori I përgjithshëm I policisë së shtetit Sokol Bishga dhe komisioneri shtetëror I zgjedhjeve Ilirian Celibashi, si dhe disa prokuror. Një ditë më parë, OSBE vizitoi strukturën antikorrupsion, institucion të cilit I dhuroi edhe disa pajisje kompjuterike.